Ja ku po takohemi miqtë e mi këtë herë për të folur për lajmin i cili disa ditë më parë shkatërroi opinionin publik shqiptar. Sot dua të vi me, do të thënë, me hamencime, me thashetheme, me sqarime, me pikpyetje. Do të futemi në Instagramin e Neda Ballukut, ish opinioniste e Big Brotherit, një vajzë tepër e suksesshme, një gocë që bëri namin me komentet e saj dhe me dashurinë që i dha publiku dhe normalisht Neda mori nga publiku. Ditë më parë Neda dhe Ogreni, një çift i krijuar po ashtu në shtëpinë e Big Brotherit, një dashuri që u kurorëzua me martesë në vitin 2010, një dashuri që në jetë solli 3 fëmijë, një vajzë që në media i fliste fjalët më të bukura, fjalët më rënqethëse, fjalët më falenderuese ndaj mashkullit të cilin e kishte në krah. Neda ka qenë një suportuese e fortë e familjes, ka luftuar në fakt për familjen, por në javën e fundit të muajit tetor dhe fillimin e muajit nëntor, lajmi i cili vërshoi dhe goditi të gjitha mediat ishte kërkesa për divorc nga ana e Neda Ballukut me Ogren Ballukun, vëllaun e zëvendës kryeministres shqiptare, dhe kjo është pikpyetja më e madhe, do të thënë Belinda Balluku. Tani, nëse marrim me detaje, ti analizojmë komentet edhe të japim mendimin ton, shumica e shqiptarëve nuk e besojnë ndarjen e Nedës nga Ogreni, ashtu siç 2 vite më herët nuk e besonin ndarjen e Xhensiles nga Besi. Do të kthehem pak në retrospektiv në kohën kur ne komentonim ndarjen e Xhensiles edhe Bes Kallakut për një marrëdhënie të tyre të shkatruar, për një ftohje shpirtërore, për një emocion tjetër. Shqiptarët dhe disa që komentonin në rrjetet sociale shkruanin që Besi dhe Xhensila ndahen sepse duan të ruajnë pasurinë e tyre, sepse në atë kohë Bes Kallakun e lidhnin me Ilir Metën, do me thënë me pasurinë e Ilirit, me ndjekjen e Spakut, etj etj. Por sot po bëhet e njëjta luftë virtuale dhe me Neda Ballukun, duke e lidhur situatën me Belindën, që Ogreni dhe Neda ndahen që të ruajnë pasurinë e tyre, që të mos përndiqen nga Spak, që të mos do me thënë të mos e humbin atë që e kanë fituar, sepse ka njerëz të cilët të ndërtojnë një mendim sepse Neda dhe Ogreni kanë bërë shumë para. Tani nga Ogreni nuk kemi asnjë lloj deklarate për marrëdhënien me Nedën, do me thënë nuk ka asnjë lloj interviste, nuk ka asnjë lloj rrëfimi se çfarë në të vërtetë ka ndodhur. Tani ju do të thoni që Ogreni ndoshta nuk preferon të del. Unë mendoj që Ogreni është fytyrë publike, njësoj siç është Neda, sepse dashuria e tyre ka lindur në publik, edhe Ogreni ka të drejtën për të thënë fjalën e tij. Por duke qenë tek fakti që në asnjë mënyrë nuk dua të mbroj Nedën apo dikë tjetër, duke qenë te fakti sepse janë në pyetje 3 fëmijë dhe dua të jap mendimin tim për këtë thashë themin, le ta quajmë, që është ngritur në publik. Pse duhet një nën, sipas jush të cilët mendoni që Neda ka shkatruar martesën e saj për të ruajtur pasurinë, dhe pse duhet një nën atëherë të del publikisht të flet për një dhimbje shpirtërore, të flet për një zhgënjim në jetën e saj, të flet për një dështim, të bëhen montazha të ndryshme që Neda ka thënë që unë e dua, unë jam falenderuese, unë jam mirënjohëse ndaj personit tim të jetës, dhe pse duhet kjo nën, kjo grua të del edhe të gjitha të ta gjua në tokë, edhe nesër do me thënë të del që kjo e tëra është një gënjeshtër dhe ka qenë përfitim. Unë mendoj që Neda ka përfunduar gjithçka me Ogrenin, sepse ajo vetë tregoi që marrëdhënia e tyre ka nisur që në vitin 2020 të jetë shkatruar, dhe duke u bazuar në rrjetet sociale, në për Instagram, Neda nuk ka qenë fare aktive
si personazh me familjen, për shembull të nxjerrën një foto me Ogrenin, të nxjerrën një fotografi nga një darkë etj etj. Domethënë ka qenë në një pikpyetje shumë të madhe. Marrëdhënia e tyre dhe Neda ndoshta është goca, jo ndoshta, por ne kemi arritur që ta njohim që ka të bëj me atë suksesin e saj dhe është këmbëngulëse. Ndërsa për Belindën nuk ma merr mendja që Belinda ka qenë, dhe mua më vjen shumë keq që i ndërlidhin gjërat në këtë formë, nuk ma merr mendja që Belinda ka qenë personazhi apo njeriu që ka kontribuar në prishjen e kësaj marrëdhënie. Do të thënë, ajo është motra e Ogrenit, për Nedën ka qenë mrekulli, rastësi, ka qenë fat që ka qenë motra Belinda. Unë mendoj që të dyja kanë ndjekur ëndrat e tyre në të njëjtën formë. Belinda ka ndjekur politikën, ka arritur aty ku është me shumë respekt, me shumë dashuri dhe me shumë forcë dhe inteligjencë, por njëkohësisht edhe Neda ka ndjekur ëndrrën e saj dhe ndoshta ne jemi mësuar që mos shohim njerëz që ndjekin ëndrat, që arrin në pozicione etj etj dhe japim mendimet tona. Ndërsa për raportin me Rozanën, ai konflikti që nisi brenda asaj shtëpie, që dikur Rozana ishte tallur me Nedën, kishte shkruar në rrjetet sociale, vazhdon të jetë një hakmarrje dhe një hatërmbetje në fakt apo një urrëtie nga ana e të dyjave, sepse kjo u tregua më dukshëm edhe në emisionin Goca dhe Gra. Dua të marr mendimin tuaj pse ndodhin këto thashë feme.